Radio Maria, pjesëri kishte në shtëpinë tënde. Radio Maria, Kosovë. Ju flet Pater Lorenci, frati i Gjakovës. Ky është emisioni i 11 në lidhje me jubileun e madh franceskan të 800 vjetorit të vdekjes së Shën Franceskut. Në 2 emisionet të fundit kemi folur për famullitarët franceskan që e kanë udhëhequr famullinë e Gjakovës prej vitit 1958, kur fretërit e kanë marrë për gjithmonë famullinë e Gjakovës e deri më sot. Kuptohet se ata nuk mund ta kryenin krejt punën që u imponon detyra e tyre pa ndihmën e shumë vëllezërve të tjerë. Prandaj sot do të themi diçka për bashkëpunëtorët e tyre. Menjëherë mund të themi se 12 famullitarë të kësaj periudhe i kanë ndihmuar 39 fretër bashkëpunëtor. Ndonjëherë ishin nga 2 apo 3, e ndonjëherë edhe deri në 8 fretër së bashku. Famullitari i parë franceskan në Gjakovë në vitin 1958 ishte Pater Kruno Miklić. Bashkëpunëtorët e tij ishin Pater Ivo Bagarić, meshtar, i cili shërbeu në Gjakovë 1 vit e gjysmë, dhe fra Miroslav Kuljanac, vlla nderi, frat laik. Në Gjakovë ka shërbyer në vitet 1958 deri 1961. Pas tij erdhi fra Hrvoje Vežić, vlla laik, vlla nderi, me profesion kuzhinier. Ka shërbyer në Gjakovë 6 vjet. Prej vitit 1961 deri në vitin 1967. Pater Alojzije Qosić në vitin 1964 për një kohë të shkurtër ishte gvardian dhe kapelan në Gjakovë dhe rektor i kishës së Shnanaut, por nuk ishte famullitar. Pater Arkangjeu Grgić, kjo është shumë e rëndësishme. Në qoftë se mundeni mbani mend këtë emër, Pater Arkangjeu Grgić është lindur në vitin 1889, e ka vdekur në vitin 1975. Ai ishte nga Kraljeva Sutjeska në Bosnjë, si meshtar i ri ishte kapelan në Varesh, pastaj gjatë luftës së parë botërore ka qenë kapelan ushtarak i ushtrisë austriake në frontin me Italinë, nga viti 1914 deri 1918, pastaj famullitar në Beograd, Ulice dhe Tuzla, nga viti 1918 deri në vitin 1937. Ishte edhe profesor i gjermanishtes dhe i greqishtes në gjimnazin franceskan në Visuko, kurse në teologjinë franceskane në Sarajev jepte mësim nga historia e kishës dhe nga e drejta kanonike. Ishte 9 vjet redaktor i revistës Glasnik Svetog Ante Zëri i Shnanaut. Si gvardian dhe famullitar në Beograd në vitin 1926, ai e ka ndërtuar kuvendin franceskan, kurse në vitet 1929 deri në vitin 1931 e ka ndërtuar kishën e re të Shën Antonit të Padovës, jashtëzakonisht të bukur, me rastin e 700 vjetorit të vdekjes së Shnanaut. Kishën e Beogradit e ka projektuar arkitekt sloven Jože Plečnik. Ai është lindur në vitin 1872, vdiq në 1957. Me të Pater Arkangelin e ka njoftuar skulptori i famshëm kroat Ivan Meshtrović. Më në fund, pas Beogradit,
Pater Arkangjeu Grgiç ka shërbyer 12 vjet edhe si kapelan në Gjakov, nga viti 1960 deri në vitin 1972. Ka dhënë kontribut të madh për të nxjerrë lejen për ndërtimin e kuvendit franceskan në Gjakov, të cilin e ndërtoi Pater Kruno Mikliç në vitin 1961 deri 1964. Pater Hilka Bashi dhe shumë të tjerë dëshmojnë se Pater Arkangjeu kur nuk e kanë parë pazhgun franceskan, kur nuk vishën në civil, dhe gjithmonë verë e dimër i este kampin zbathur për pendes. Me ndërmjetësinë e tij, motrat e mëshirshme të Shenjkryqit kanë ardhur në Gjakov mas pari në spital me një korrik të vitit 1963 e pastaj edhe në familji në tetor të vitit 1964. Ato motra edhe sot veprojnë në Gjakov. Pater Arkangjeu ishte 83 vjeç kur u kthye në kuvendin e vet në Kraleva Sutjeska në vitin 1972, ku edhe vdiq me 3 shkurt të vitit 1975, ishte 86 vjeç. Varimin e kishte madhështor. E përcoli provinciali Pater Alojzje Ishtuk me 81 meshtar dhe 34 motra nderi, dhe me një mori të madhe besimtarsh. Në emër të meshtarëve dhe besimtarëve të Kosovës ka folur Pater Emanuel Kljajić, guardian dhe familjitar i Gjakovës. Ka folur edhe Pater Shimo Shimić, i cili pak përpara ishte provinciali i Bosnës, për të cilin Pater Arkangjeu ishte shembull i gjallë dhe model ideal i rregulltarit franceskan, të përkushtuar me mishe me shpirt nderimit të Zotit dhe të shëlbimit të shpirtrave. Zoti e shpërbleft për misionin e tij të palodhshëm dhe për shembullin e mirë që ua ka lanë gjeneratave të reja. Pastaj në Gjakov ka shërbyer vetëm për disa muaj Pater Josip Grgić në vitin 1967. Pater Juro Marcinković, lindur me 18 mars të vitit 1942, ka shërbyer si kapelan në Gjakov 3 vjet, për vitit 1976 dhe në vitin 1979, gjatë guardianatit të Pater Hilka Bashit. Pastaj shumë vjet ka punuar në Gjermani dhe në Kanada, e më në fund në Kroaci. Pater Stanko Bogelić, i lindur me 28 shtator të vitit 1912 e i cili vdiq me 2 korrik të vitit 1996, me shumë zell ka shërbyer në vendet të ndryshme të Bosnës si kapelan dhe familjitar, e në Kraleva Sutjeska edhe si guardian në vitin 1964-67. Gjithkund e kultivonte tek besimtarët shpirtin e lutjes dhe për shpirtëritë të ndryshme, sidomos ato ndaj zojës së bekuar. Organizonte ripertrirje shpirtërore dhe misione në familji dhe ishte shumë i angazhuar në përhapjen e shtypit fetar. Nuk pushoi as si pensionist, por vazhdimisht i vizitonte të smurt nëpër familje dhe spitale, duke u ndarë sakramentet si edhe gazeta dhe rivista kishtare si në Tuzla dhe Beograd, po ashtu edhe në Gjakov në vitin 1981 dhe në 1985. Pra në Gjakov ka shërbyer 4 vjet. Ai atje erdhi vullnetarisht si pensionist për të dhënë kontributin e vet rritjes së fesë dhe kishës edhe në popullin shqiptar. Megjithse tashmë ishte mjaft i vjetër, mundohej ta mësonte gjuhën shqipe dhe interesoi shumë për historinë dhe kulturën e popullit shqiptar. Mas shumti kujdesoi për shërbimin e pleqëve dhe të smurëve, duke i vizituar dhe duke i rrëfyer dhe i kunguar
zakonisht për çdo të premte të parë të muajit, por me mirësinë dhe bujarinë e vet i tërhiqte edhe fëmijët dhe rinin. Pater Ilija Stipić, i lindur me 3 janar të vitit 1959, është më i madhi prej 6 fëmijëve të prindërve të vet, që kishin 4 djemë dhe 2 vajza. Nexhakov ka ardhur si diakon. Aty pranoi edhe shugurimin meshtarak nga Monsignor Nik Prela. Si meshtar i ri vazhdoi shërbimin e Nexhakov për 6 vjet, nga viti 1984 deri në vitin 1990. Ishte shumë aktiv dhe komunikativ. Ka bërë shumë, sidomos për kapelen e Vogovës, ku jepte mësimin e fesë. Aty e ka hapur rrugën e makinës deri te kisha e Shën Markut, i ka rrethuar varezat e Vogovës dhe ka rregulluar dhe rrethuar pronën e kishës deri te lumi Vogovica. Ka organizuar grupin muzikor Pater Shtefan Qerçovi, që kishte sukses edhe në 2 festivale të pashkve në Zagreb, në vitin 1988 dhe 1989. Shkathësia dhe komunikimi i tij kanë dhënë kontributin e madh edhe për nxjerrjen e lejes së ndërtimit për Kuvendin e ri franceskan Nexhakov në vitin 1990. Pas kthimit në Bosnjë, ishte famuljitar në Lepenica, Pambrdo, ishte gvardian në Jajce, ku e rindërtoi kishën e shkatruar në luftë, dhe famuljitar në Bogiqevci në Kroaci dhe në Podmilaqe, në shenjtërore në Shën Gjon Pagzusit. Momentalisht është gvardian në Cavtat dhe administrator i famuljesë së Shën Gjergjit në Stravça afër Dubrovnikut. Zoti e shpërbleft një me i fish. Pater Anto Tomas, i lindur me 15 nëntor të vitit 1961, ka edhe 2 motra të veta Murgesha në kongregatën e motrave franceskane të Krishtit Mbret në Bosnjë. Vetëm 1 vit ka shërbyer Nexhakov si kapelan në vitin 1988-89, por ka mbetur i paharruar në popull. Erdhi Nexhakov si meshtar i ri, menjëherë pas shukurimit të vetëm meshtarak në verë të vitit 1988, në vend të Patri Ilijas Kovačević, kur ky përkohësisht shkoi në Bosnjë. Pas 1 viti Patri Ilija erdhi prapë në Nexhakov në vend të tij. Pater Anto ka mbajtur filialen e Osekhiles. Mjaft mirë e shpejt e ka mësuar gjuhën shqipe. Populli e sidomos fëmijët e kanë dashur shumë, por ai megjithatë dëshiroi të kthehej në Adhe. Prapse kur nuk i ndërpreu lidhjet me Gjakoven. Fra Pashk Gjetaj, i lindur me 23 mars të vitit 1967, vdiq me 10 mars të vitit 2010, është nga Novasela e Ult. Ishte frat laik me kushtet e përkohshme. Në vitin 1990-91 ka shërbyer në Nexhakov, e pastaj në Shkodër dhe në Laç, 1992-94, por fatkeqësisht herët vdiq. Pater Marian Lorenzi është lindur në Stubël me 10 shtator të vitit 1970. U shugurua meshtar në Nexhakov me 21 qershor të vitit 1997. Shërbeu si kapelan në Nexhakov deri në vitin 2006. E pastaj në Stuttgart si misionar për besimtar shqiptar në Gjermani, pasi Pater Anton Nua u kthye në Nexhakov si guardian. Kaloi në klerin diocesan me 14 korrik të vitit 2014. Pater Mio Shuman është lindur në Travnik në Bosnjë me 25 mars të vitit 1970. Ka shërbyer 3 vjet në Shqipëri, nga 1 vit në Fier, Laç dhe Bajs në vitet 2002-2005, pastaj 2 vjet në Gjakov në vitin 2009-2011,
E ma në fund edhe një vit netuz, 2015-2016. Nga tuzi ka shërbyer edhe 2 familji të Malësisë së Madhe, Ngruden dhe Trieshin. Pater Aleksandr Tanushin, të lindur me 9 gusht të vitit 1983, e kemi përmendur kur kemi folur për guardian, kur ishte guardian e familjitar me Gjakov, kështu që këtu në kemi nevojë të përsërisim. Pater Nue Toplana, lindur me 19 mars të vitit 1964, meshtar i provincës franceskane shqiptare. Në Gjakov ka shërbyer 1 vit shkollor nga shtatori i vitit 2015 deri në qershor të vitit 2016. Ka dhënë mësimin e fesë në Nec, Osekhil dhe Ramoc. Pater Vincenz Kajtazi është lindur në Zym me 24 qershor të vitit 1991. U shugurua meshtar në Sarajev me 29 qershor të vitit 2020. Pas shugurimit meshtarak, shërbeu si kapelan në Gjakov deri në vitin 2025. Ishte mësues i ministrantëve dhe asistent shpirtëror i rinisë franceskane. Në fillim ka dhënë mësimin e fesë në Osekhil dhe në Ramoc. Nga viti 2024 jep të mësim fesë në Ramoc, Vogov dhe Gjakov për klasën e 8. Përveç meshtarve franceskan, në shërbimin e besimtarve të familjes së Gjakovës, në Gjakov kam bashkëpunuar me familjitarët e Gjakovës edhe motrat e nderit apo murgeshat. Pra, deri këtu kemi folur për kapelanët apo zemendës familjitarët e Gjakovës nga viti 1958 e këndej. Por, përveç meshtarve franceskan, në shërbimin e besimtarve të familjes së Gjakovës kanë bashkëpunuar edhe motrat e nderit apo murgeshat. Ja disa fjalë edhe për to. Në Gjakov kemi motrat e urdhit e 3 franceskan. Urdhri i 3 franceskan kuvendor. Janë 2 bashkësi. Është bashkësia e motrave të mëshirshme të Shënkryqit dhe bashkësia tjetër e motrave franceskane të Zojës së Papërlyer. Motrat e mëshirshme të Shënkryqit në Gjakov kanë 2 bashkësi, njërën në spitali e tjetrën në familji. Në spitalin e përgjithshëm në Gjakov, motrat e Shënkryqit erdhen me një korrik të vitit 1963. Me ndërmjetësimin e meshtarit franceskan, Pater Arkangjeu Gërgiç, i cili në atë kohë ishte në shërbim në Gjakov si kapelan. Delegacioni i mjekëve të Gjakovës i ka kërkuar motrat që në mars të vitit 1963, por ato nuk patën mundësi të vinin deri në verë. Në 60 vjet të fundit, në spitalin e Gjakovës kanë punuar 38 motra të mëshirshme të Shënkryqit. Këtu mirë është të themi edhe disa fjalë për autonominë e motrave të Shënkryqit në Kosovë. Me 8 maj të vitit 2004, e prorja generale e motrave të mëshirshme të Shënkryqit, motra Louise Henry Golli, në praninë e prorës provinciale motra Franciska Molnar dhe të gjitha motrave të Kosovës, e ka shpallur Kosovën si region, që do të ketë një autonomi të gjerë në formimin e kandidatëve dhe të motrave të veta të reja. Ky ishte një lehtësim i rëndësishëm për motra, sepse formimi i motrave të reja do të bëhet brenda Kosovës, pra nuk do të ketë më nevojë për udhëtim të domosdoshëm në Kroaci për punë të formimit, se ishte problemi madh i vizave edhe i qarkullimit në atë kohë. Por edhe një gjatë tjetër. Ato në Kosovë do të formohen në gjuhën shqipe, gjë që nuk ishte e mundshme në bashkësitë të mëdha jashtë Adheut. Pastaj një kohë
në shtëpinë e motrave pranë spitalit të Gjakovës ishte edhe kandidatura, postulandati, madje edhe noviciati i motrave të mëshirshme të Shënkryqit në vitet 2012-2015. Mësuesja e tyre ishte motra Terezina Nikaj. Momentalisht në shtëpinë e motrave të spitalit, motrave të Shënkryqit të spitali i Gjakovës, janë 3 motra. Motra Lindita Dedaj, motra Terezina Nikaj dhe motra Niketa Kresniqi. Motrat e mëshirshme të Shënkryqit veprojnë edhe në familjen e Gjakovës, që nga 15 tetori të vitit 1964. Edhe ato erdhen me ndërmjetësimin e Pater Arkanxheu Gërgjiç, kapelan në Gjakov, ish guardian dhe familjar i Beogradit. Ato erdhen posa u krye ndërtimi i kuvendit të ri franceskan pranë kishës së Shënpjetrit të Palit, kështu që kuvendi i vjetër pranë kishës së Shnanut, ku banonin përpara fretërit, u lirua për kuvend të motrave. Në familjen e Gjakovës, në këto 60 vite, kanë punuar 49 motra të kësaj kongregate, që është një prej shumë kongregatave të urdhit të tretë kuvendor franceskan. Momentalisht, bashkësinë e motrave të Shënkryqit pranë kuvendit franceskan në Gjakov dhe në familjen e Gjakovës e përbëjnë këto motra. Motra Zoja Komani si eprore, motra Irena Pitaci si katekiste, motra Leona Gjini kuzhiniere dhe motra Edita Zorić kujdestare për kishën e Shnanut. Nuk mund të krenohemi me numrin shumë të madh të thirrjeve shpirtërore të këtyre motrave nga familja e Gjakovës, por megjithatë i kemi disa. Motra Zoja Komani ishte e para, Irena Pitaci, Terezina Nikaj, Lindita Spaci, e ndjera motra Simona Nikol Bibaj, e cila fatkeqësisht humbi jetën me 29 nëntor të vitit 2011, pastaj motra Lindita Dedaj nga Prekoci, motra Gjoana Bisaku nga Qerimi, motra Teodozia Memçaj nga Prekoci Ult, motra Dafina Maksuti nga Vogova dhe motra Valentina Ukaj ashtu nga Vogova. Pra, gjithsej kemi 10 motra të Shënkryqit nga familja e Gjakovës. Jemi të kënaqur, por lutim Zotin për edhe më shumë. Kongregata tjetër e motrave franceskane që veprojnë në Gjakov janë motrat franceskane të Zojës së Papërlyer. Ato erdhen në Gjakov me 19 shtator të vitit 1990 për shkak të shkollimit të kandidatëve në gjuhën shqipe. Një kohë kanë banuar në shtëpinë e Rok Shkrelit në lagjën katolike të Gjakovës, kishës së Shënpjetrit, pastaj në shtëpinë e Palush Mazrekut, e në vitin 1995 e kanë blerë shtëpinë e Uk Mulajt, ku kanë banuar deri në vitin 1997. Pastaj, pas vdekjes së motrës Franciska Allakaj, që ishte udhëheqëse e kandidatëve, ajo vdiq me 18 gusht të vitit 1996. E deri në mars të vitit 1999, kur filluan bombardimet e NATO-s, motrat me leje të provincialatit franceskan në Sarajevo kanë banuar në kuvendin e vjetër franceskan pranë kishës së Shënpjetrit të Palit, pasi që fretërit dhe motrat e Shënkryqit patën kaluar në kuvendin e ri pranë kishës së Shnanut. Motra Ana Nikola ishte mësuesja e parë e kandidatëve në Gjakov në vitin 1990 deri në vitin 1992, e pastaj shkoi në Shqipëri. Pastaj të njëjtën detyrë e vazhdoi motra Leonita Raja dhe motra Franciska Allakaj, e më në fund motra Irena Përndrecaj. Për fat të keq, pas luftës
në Kosovë në vitin 1999. Për disa vjet u ndërprej prania e këtyre motrave në Gjakov, por motrat erdhen prap pasi e ndërtuan dhe e hapen kopshtin e fëmijëve Shenklara në lagjën katolike në Gjakov me 10 gusht të vitit 2015. Në këtë shtëpi të re, në fillim kanë punuar motra Meri Pepic, Angelina Nikol Prenkaj, Mria Nikola dhe Ardiana Marku. Kopshti u hap me 5 tetor të vitit 2015, pastaj këtu punonin edhe disa motra tjera. Me 12 tetor të vitit 2020, motrave të kopshtit ju bashkangjiten edhe 6 motra tjera, nga 2 motra nga të Bishtazhinit, të Novoselës dhe të Pietroshanit. Në Gjakov tash banojnë edhe çdo ditë shkojnë në shërbim në familjitë e veta përkatëse. Prandaj në kuvendin e tyre momentalisht banojnë krejt së bashku 9 motra në shërbim edhe 3 motra në pushim në pension. Kemi edhe motrat franceskane prej të zojse papëryer prej familjes së Gjakovës. Ato janë motra Shpresa Kabashi nga Korenica, motra Loreta Lekaj nga Piskota, ajo tash është e prore generali e këtyre motrave në Graz dhe Austrisë. Motra Leonita Rajan nga Jahoci, motra Zoja Spaqin nga Qerimi, motra Teuta Spaqin ashtu nga Qerimi dhe motra Samuela Nikola nga Mugrica. Edhe për këto mund të themi sikur për motrat e Shënkryqit, faleminderit Zotit se i kemi, por lutemi Zotit për më shumë thirrje të shenjta shpirtërore franceskane prej familjes së Gjakovës. Nuk do të ishte i plot kjo paraqitje e pranisë franceskane në Gjakov, pa përmendur edhe urdhrin franceskan shekullar në Gjakov. Faleminderit Zotit për motrat që i kemi, por ne i falenderojmë Zotit edhe për urdhrin franceskan shekullar, njerëz familjar, burra dhe gra, që jetojnë sipas rregullës së Shën Francesku të Asizit në familjet e veta. Këtë urdhër në Gjakov e ka themeluar Pater Gaudens Barbic, meshtar franceskan i provincës së Dubrovnikut që në vitin 1867. Pastaj Pater Marian Prela, meshtar i Shqipërisë, e ka ripertrir këtë urdhër me 8 shtator të vitit 1916. Atë ditë urdhri franceskan shekullar i Gjakovës kishte 63 antar. Kjo bashkësi funksiononte deri pas luftës së dytë botërore, por pastaj u fik. Me angazhimin e asistentit shpirtëror Fralovro Gavran, prap u përtri urdhri franceskan i Gjakovës në vitin 2006, kur u pranuan në postulandat 26 antar të rinj. Noviciatin e kanë bërë në vitin 2007-2008. Kushtet i kanë bërë me 17 nëntor të vitit 2008 në duart të motrës Ljerka Mikic nga Tolisa e Bosnës, zëvendëse e ministres së urdhrit franceskan shekullar të Bosnës, të vllazërisë të Selumes mbretëresh Katarina, dhe pranin e asistentit provincial të Bosnës për urdhrin franceskan shekullar, Pater Petar Angelović, i cili ishte edhe ish provincial i provincës franceskane të Bosnës. Prezidentja e parë e urdhrit franceskan shekullar të ripertrir në Gjakov ishte motra Elizabeta Nushi, lindur Komani, për vitit 2008-2011, pastaj vlla Luz Komani për vitit 2011 deri 2020, e për vitit 2020 prap motra Elizabeta Komani. Në ndërkohë vdiqën 5 vëllezër e motra të urdhrit franceskan shekullar e disa u tërhoqën. Momentalisht urdhri franceskan shekullar i Gjakovës ka 65 antar, burra e gra,
si edhe disa kandidatë të rinj. Duhet të përmendim edhe rinin franceskane në Gjakov. Megjithëse rinia franceskane nuk është bashkësi rregulltare, edhe ajo mundohet në mënyrë të vetë ta mishëroj në brezat të rinj të shoqërisë sonë shpirtin e Shën Franceskut të Asizit, shpirtin e vllazërisë së gjithëmbarshme dhe shpirtin e perujtërisë, të vogëlsisë dhe të shërbimit para hyjt dhe para vllajtënjëri, sidomos para nevojtarit. Rinia e Gjakovës në ndërtimin e frejtërve dhe të motrave vepronte shumë kohë paranesh. Shumë gjenerata, megjithëse ndoshta nuk quheshin bash rini franceskane, por thjesht rini, kanë qenë shumë aktive dhe të suksesshme në bashkëpunim me frejtërit e Gjakovës. Me rinin e tillë, Pater Angeli Frangel Kamençq e organizoi korin e madh të kishës në vitet 1968-69. Pater Hil Kabashi në vitet 1970 e organizoi grupin muzikor Filigrani. Në vitet 1980 Pater Ilja Stipić e ka organizuar edhe bendin muzikor me emrin Pater Shtjefin Gjerçovi, i cili kishte sukses të madh edhe në festivalin e Pashkve të vitit 1988-89 në Zagreb. Kishte zënë vendin e dytë në krejt ish Jugosllavin. Rinia ishte mjaft aktive, sidomos në vite pas luftës së Kosovës. Në kuadër të rinisë franceskane ka ekzistuar edhe grupi Feja e Drita, që merrej kryesisht me të hendikepuarit, me persona me nevoja të veçanta. Nismëtare e këtij grupi ishte motra Rastislava Ralpovski, motëreshën me shishme e Shënkryqit, që në vitin 2003 e asistent shpirtëror i tyre ishte Fra Lovro Gavran. Tashme, takimet e rregullta të rinisë së Gjakovës, pikrisht me emrin Rinia Franceskane, kanë filluar prap pas lufte në vitin 2010, kur Pater Aleksandr Tanushi u caktua të jetë asistent shpirtëror i tyre. Pastaj asistent shpirtëror i rinisë franceskane ishte Pater Vincenz Kajtazi, i cili bashkëpunonte mjaft edhe me motrën Irena Pitaçi. Tani prap asistent është Pater Aleksandri. Rinia franceskane nuk ka kushte rregulltare, por ka premtime që brenda një viti do të angazhohet në bashkësi sipas parimeve franceskane me idealet e Shën Franceskut të Asizit. Të rinj të tillë Gjakova zakonisht i ka çdo vit rreth 20 deri në 30. Kjo na premton edhe matutje zhvillimin e mirë të kësaj famulje, si edhe të bashkësive rregulltare që veprojnë këtu, në nder e lavdi të hyjt atë. Amen. Edhe këtë emision e përfundojmë me një lutje të shkurtër. Zë e bekuar, nana e këshillit të mirë, pajtoria e popullit shqiptar, lutu për ne. Mbretëresha e urdhit franceskan, lutu për ne. Shën Francesku e Shën Klara, lutuni për ne. Të gjithë shenjtërit dhe shenjtëreshat e hyjt, lutuni për ne. Zoti qoftë me ju. Ju bekoft, ju ndihmoft e ju ruajt, hyjë gjithë pushtetshëm, Ati dhe Biri dhe Shpirti i Shenjtë. Amen.